Ondi vazhdoni pak, nga tjeta përshëndetje, hajde mirë asini. Që ka dojë, ko mujë që shko mujë. Knatësi, mi u patë dhe... Në plot, mendjen e fort, vullnetin edhe më të gurt, këtë herë po vim si një, kjo është LDK-ja jonë. Dhe në këtë atmosferë të flakt e shkëlqyeshme që pas keni bërë sonte, qëndroj para jush, ju vetëm si kryetar i formacionit vetëm pavarësisht e Demokratik Vend, ju vetëm si kandidat i sapo nominuar për kryeministër, po qëndroj sikurse ju, sikurse secili prej jush, si një ndërrimtar i madh i të ardhmës që duam ta kemi. Dhe në këtë ardhme nuk jam ndërrimtar i vetëm, këtë herë jam bashkë me një grua të fortë, të drejtë e të pathyeshme, që sot qëndron krah nesh për një qëllim më të madh se sa secili prej nesh. Në këtë rrugtim jam bashkë me Vjosa Osmani. Dhe lejoni të them me përpindje se këtë të ardhme, këtë rrugtim, do t'a kemi. Nëse nuk e kemi, do t'a kërkojmë. Nëse nuk e gjejmë, do t'a bëjmë, do të bëjmë gjithë shka që kjo ardhme tjetë e barë për popullin e Kosovës. Dhe kjo ardhme nuk u takon atyre që ndajnë e përshajnë, kjo ardhme nuk u takon atyre që propagandojnë e mashtrojnë, kjo ardhme nuk u takon atyre që jetojnë në krizë, e avullim, me blef, në terë, e nëzi. Kjo ardhme është plot dritë për Republikën e Kosovës. Kjo ardhme na takon neve të djemve e vajzave të lidhjes demokratike të Kosovës, pasardhësve politik të Berajm Rrogovës, rrugtimi historik të Republikës Kosovës. Prandaj, nga kjo sallë po nisim kushtrimin e djathtë Dardan, jemi bërë bashkë si asnjëherë më parë, jemi bërë bashkë për një thirrje që na vjen si amanet politik, si kujtesë asaj çfarë jemi sot e çka ishim dje, si rikujtesë asaj se çfarë duam të bëjmë me këtë vend. Sepse ka kohë që Kosova pret një frymë si kjo, një frymë bashkimin, një frymë afërsie, një frymë që i bën njerëzit besojnë përsëri se politika mund të shërbej, mund të ndërtoj dhe përgjithësa mund të bashkoj. Dhe pikërisht këtë frymë po nisim sonte këtu me njerëz që nuk janë lodhur së besuari, me njerëz që nuk janë dorëzuar, me njerëz që duan këtë vend më shumë se sa ndarjet politike. Sonte, pas shumë vitesh largimesh, gënjimesh, keqkuptimesh, po japim një mesazh të madh për Republikën. Ky mesazh na thotë se njerëzit e këtij vendi
din të bashkohen kur Kosova ka nevojë, din të ka përcejnë vetën, e din të krijojnë momentume që definojnë kohë. Kjo është koha jonë sot dhe Kosova ka nevojë për kohën tonë sot. Kosova ka nevojë më shumë se kur për bashkim politik që ndërpren pakopsinë politike populliste. Kosova ka nevojë për lidhjen demokratike të Kosovës. Të dashur qytetar, shumë vite më parë rrugët tona politike u ndanë, jo sepse mungonte dashuria për Kosovën, jo sepse mungonte besimi te Rrugova, jo sepse mungonte ideali për Republikën, i kishim të gjitha, por ndam në një kohë të rëndë, në rrethana të vështira, në një klinë të mbushur me mlef gabime e përplasje. Dhe për vite të tëra, politika jonë jetoi me atë ndarje, edhe LDK-ja jetoi me atë plak. Edhe shumë qytetarë në mbështetës tanë jetuan me atë zhgënjim. Por sonte dua t'ju them diçka shumë njerëzore. Në politik mund ndahesh, mund kalosh kohë të gjatë si të ndarë. Por kur e do njësoj shtëpinë tënde politike, kur e do më shumë Republikën se gjithçka tjetër, rrugët gjejnë mënyrën të bashkohen prapë, sepse ka diçka më të madhe se sa secili prej nesh. Më të madhe se individi, më të madhe se egoja, më të madhe se mlefit ose kaluarës, kësaj të madhe i thojnë Republikë e Kosovës, i thojnë lidhje demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht me këto dyja, ne kemi gjetur motivin për të nisur një etapë të ribashkimin, një etapë që krijon shpresë dhe u del në krah qytetarëve tanë. E dashura, vjos, kjo është LDK-ja jonë. Kjo është shtëpia politike që na ka formuar të dyve. Shtëpia politike që na ka mësuar të duam Kosovën para vetës. Shtëpia që edhe në ditët më të vështira nuk e humbi kurrë besimin te Republika. Kjo shtëpi sot na rreth të dyve, është koha të japim të gjitha kësaj shtëpie. Yjet politike na kanë sjellë sërish në një vend, në të njëjtin vend, në të vetmi vend që ndihemi mirë të dy. Le ta krijojmë këtë momentum në një lidhje që qëndron në kohë, si një periudhë tek e cila kthehemi shumë vite më pas, si kujtesë e mbarë dhe e mirë për familjen tonë politike republike. Prandaj sonte le ta kuptojmë se ky nuk është vetëm bashkim politik, vjos, kjo është kthim në shtëpi, prandaj mirë se erdhe shtëpinë tënde. Ky ribashkim është kthim te një besim që në mban çdo rrugtim, është kthim tek një mision që e kemi gjithë, tek një amanet politik që na ka lënë njerëzit që ndërtuan këtë republikë me punë, me durim, me sakrificë. Ky amanet na jep edhe përgjegjësi, një përgjegjësi të madhe ndaj njerëzve që kanë pritur gjatë për një moment të mirë, ndaj qytetarëve që nuk e kanë humbur besimin edhe kur politika u ka lodhur shpirtin e rrënuar ëndrat. Ndaj njerëzve që sonte nuk kërkojnë spektakël, por kërkojnë shpresë. Dhe ne gjithë bashkarisht duhet të sillemi me përgjegjësi ndaj kësaj shpresë. Sepse mos të harrojmë se jashtë kësaj sale është një Kosovë që po kalon ditë të rënda. Është një popull i lodhur nga zhurma, nga konfliktet, nga tensioni përhershëm politik. Një popull që ka nevojë të marrë frymë lirshëm përsëri. Është një nën diku që pret djalin të kthehet nga mërgimi, një babë që nuk ja del dot muajit. Është një i ri që nuk është më i sigurt nëse do të ndërtoj jetën këtu. Është një vajzë e re që para vetës i ka ëndrat më të bukura që dikush mund të ketë dhe sërish s'mund të realizojë dot. Është një familje që do të thjesht ngrohtësi, mirëqenie e normalitet. Është një ndërmarrës që ndihet i pambështetur, pa drejtim, pa shpresë. Është një mjek, një mësues, një ushtar, një punëtor që ka nevojë për politikan që nuk u sillen si pronar të shtetit,
por si shërftor të qytetarëve drejt. Dhe mbi gjitha, është një Kosovë që është lodhur duke pritur, një Kosovë që do normalitet e qetësi, një Kosovë e jetur për një politikë që bashkon e nuk përçan, një politikë që ndërton e nuk helmon çdo ditë jetën publike. Pra është një popull i tërë që dëshiron besoj edhe një herë, le t'ua krijojmë këtë besim vetëm edhe një herë se kaq ka nevojë populli i Kosovës. Prandaj ky bashkim duhet të jetë më shumë se një ngjarje, duhet të jetë një zotim se do ta kthejmë seriozitetin në politikë, dinjitetin në institucione dhe shpresën tek qytetarët e Republikës Kosovës. Sepse qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë për një betejë politike pafund, nuk kanë më nevojë për njerëz që jetojnë nga kriza, nga tensioni e përçarja. Kosova nuk ka nevojë për politikanë që kërkojnë përqindje pa ngopura për vete, por të atill që japin gjithçka vendit. Kosova ka nevojë për njerëz që kuptojnë peshën e kësaj kohe dhe barrën që ka rënë mbi këtë pres politik. Prandaj kjo që po nisim sot nuk mund të jetë vetëm një fushat, nuk mund të jetë vetëm një garë për pushtet, kjo duhet të jetë një lëvizje e madhe shprehse për Republikën e Kosovës. Një lëvizje që i bashkon njerëzit e mirë të vendi në një garem të përbashkët, që i bashkon njerëzit që janë lodhur nga urrëtia, që i bashkon njerëzit që besojnë se Kosova mund të ecë përpara, vetëm kur mësojmë të bëhemi bashkë për gjëra të mëdha kombëtare. Dhe unë besoj thellë se populli i Kosovës është gati për këtë moment. Është gati për një frymë tjetër, gati për një politikë tjetër, gati për një publik që ecë përpara me dinjitet, me besim dhe me shpresë. Besoj se bashkë ne të gjithë mund t'ja kthejmë Kosovës ndjenjën e sigurisë, ndjenjën se shteti ka njerëz që mendojnë për të nesërmen e jo vetëm për veten. Besoj se mund t'ja kthejmë qytetarëve edhe qetësinë se vendi i tyre ka megjithatë drejtim. Se institucionet e tyre do të merren me jetën reale të njerëzve, me pagat, me çmimet, me shkollat, me spitalet, me zhvillimet, e jo vetëm me konfliktin e përtithshëm politik. Dhe mbi gjitha, besoj se mund t'ja kthejmë Kosovës frymën e humbur të bashkëpunimit, sepse ky vend ka ecur gjithmonë përpara, kur njerëzit kanë ditur të bënë bashkë për gjëra të mëdha. Besoj po ashtu se nuk jemi vetë, nuk do të na lënë populli i Kosovës vetë në këtë rrugtim të madh. Prandaj, sot duhet të shtroj dorën e ftesën për gjithë qytetarët e Kosovës. Ushtri ftesën për rrugtimin që po nis sot. Jo të na ndiqni neve të dyve, po të ecim bashkë, gjithë bashkërisht. Prandaj na duhen të gjithë, na duhen të rinj që nuk e kanë humbur shpresën, na duhen punëtorët që zgjohen çdo ditë në mëngjes dhe përballojnë jetën e vështirë në Kosovë, na duhen gratë që mbajnë familjet dhe shoqërinë tonë në supe, na duhen mjekët, mësuesit, ushtarët, ndërmarrësit, na duhet i gjithë populli i Kosovës, e gjithë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe çdo besimtar në rrugën të madhe. Zonja e zotërinj, ka momente politikë që mbesin vetëm lajme ditës, ka momente që zgjasin vetëm një cikël elektoral, po ka dhe momente që mbesin gjatë në kujtesën e një populli, sepse vlasin për diçka më të madhe se sa politika vetë. Sonte, kjo natë është një moment i tillë. Sonte po japim një mesazh të qartë për Republikën, mesazh se njerëzit që duan njësoj Kosovën dinë të bëhen bashkë, dinë të lënë anasht të kaluarën për të ardhmen, dinë të vendosin Republikën mbi gjithçka tjetër. Dhe pikërisht për këtë arsye, më lejoni që në duart rrugitjet më të mëdha të mundshme, me kënaqësinë më të madhe, me respektin më të madh dhe besimin më të madh për Republikën tonë, të ftoj para jush ftoj para jush kandidatën tonë për presidentin dhe presidenten e ardhshme të Republikës Kosovës, Dr. Vjosa Osmani.